Arbenor Muja po kalon një formë të shkëlqyer në kampionatin belg me fanellën e Saint-Truiden, klubi ku transferua gjatë verës dhe me të cilin po bëhet protagonist në garën për titull. Në ndeshjen e djeshme të ekipit të tij ndaj Cercle Bruges ishte pikërisht Muja i cili dha avantazhin skuadrës në pjesën e parë të ndeshjes, duke ndjekur aksionin nga e majta dhe duke finalizuar në mënyrë perfekte. Ky ishte goli i pestë i Mujas në këtë sezon me klubin belg, duke u kthyer në një kandidat për të qenë pjesë e grumbullimit të kombëtares në muajin mars.